Për të gjithë ju që komentoni të ndihmojmë të bësh tatuazhe sa më shumë, që t'ja u shpjegoj mirë Lali Klevi juve, unë si një influencer me viralitet në TikTok, në YouTube apo në Instagram, unë mund t'i bëj fare thjesht ato vetëm e vetëm me reklam, duke hapur live-in e duke suportuar atë personin, tatuazhistin, artistin, që të më bëj mua tatun, edhe unë ta promovoj atë duke i bërë video, duke i bërë reklam që ta njofin si artist. Apo dhe atë të makinave me qera, që ka makina. Unë e marrë një makinë me qera, kur të më doj qefi mua, në qofë se jam i lirë, se jam e arre shpjedani, e marrë, edhe marrë vetë me reklam, duke i bërë video, që ky është më i miri dhe shkoni këtu. Kjo është avantazhi i një influenceri, e një personi publik, që ta dini e ta ashu, ta kini në mendje, okay? Që kur mos e thoni edhe fjalë, sepse unë nuk shpenzoj lek për tatuazhe apo dhe për të marrë makina me qera. E keni shumë gabim. Në rregull? Reklamat paguen me lek. Këtë gjë dhirjani gishtin kokës. Në rregull? Ashtu në rregull. Klevisi kur nuk shpenzon lek për këto gjëra, sepse kanë interes njerëzit që kanë biznese. Në rregull.